Sëmundjet e shëndetit mendor janë gjithmonë në rritje, veçanërisht stina e pranverës dhe verës shtojnë edhe më shumë fluksin e urgjencave apo edhe të shtrimeve në spitalin psikiatrik. Fakt ky që konfirmohet edhe nga mjeku Stiliano Lepuri. Unë kam gati 9 vite që ofroj detyrën këtu si mjek psikiatër në Qendrën Komunitare të Shëndetit Mendor dhe nga viti në vit në statistikat e përvitshme që nxjerrim ne në fund të vitit, unë shikoj që numri i kartelave dhe numri i personave që ne japim shërbim shtohet nga viti në vit. Por gjithashtu janë të ndara edhe me periudat apo stinët e vitit, se për shembull tani ne kemi fluksin më të madh të punës në stinën e pranverës dhe të verës. Në këtë stinë që ndodhemi ne tani, gjithmonë ne kemi fluks të shtuar si të vizitave, si të urgjencave, si të referimeve për shtrim në spitalin psikiatrik. Temperaturat e larta sillin probleme tek popullata, por edhe tek rastet kronike që janë me mjekime, apo edhe tek personat që abuzojnë me alkoolin dhe substancat. Ka disa shpjegime, por që një shpjegim mund të jetë për shembull që zakonisht në stinën e verës me vapën dhe me problemet e tjera që sjell temperaturat e larta, ke një pareati apo diskomfort fizik dhe kjo nganjëherë reflektohet dhe në pareati apo diskomfort emocional. Pastaj kemi dhe rastet që dihet që janë me mjekim dhe vazhdojnë, që janë raste kronike, por që nganjëherë lënë terapinë, ndonjëherë kanë dhe abuzimet me alkoolin apo me substancat që dhe këto e rëndojnë gjendjen dhe rrjedhimisht kjo sjell që të kemi fluks më të madh sepse na paraqiten më shumë njerëz për të kërkuar ndihmë në shërbimin tonë. Mjeku psikiatër Stiliano Lepuri thekson se moshat mbeten të reja dhe variojnë nga 30 në 50 vjeç, ndërsa sipas tij në këtë periudhë ka edhe diagnoza të shpeshta që janë të çrregullimit të ankthit, thuajse rastet janë të përditshme. Moshat janë specifike dhe do të thosha që varen edhe nga diagnozat. Por që një nga diagnozat më të shpeshta që ne hasim tani është që është çrregullimi i ankthit, që ditë për ditë mund të themi që kemi raste që vinë, që diagnostikohen dhe marrin ndihmë. Mosha të reja janë nga 30 vjeç deri në 50 vjeç, do të thosha diku aty. Por çfarë është ankthi, si shfaqet ai dhe ku dallon nga problemet mendore? Në bazë të simptomatikës që ka specifike, sepse ankthi duhet të thënë që është një problem më tepër emocional se sa i problemeve të çrregullimeve mendore, pasi ato që janë akoma më të rënda dhe që duan dhe një ndjekje më të gjatë akoma janë psikozat apo edhe problemet e tjera, siç mund të jenë depresionet apo çrregullimet bipolare. Ndërsa ankthi ka specifikën e vet të simptomatikave dhe në bazë të simptomatikës gjykohet dhe diagnostikohet, por që është në punën tonë është nga gjërat më të thjeshta. Mjeku Lepuri thotë se të gjithë preken nga ankthi, madje edhe moshat 18 vjeç. Nga ankthi sot në ditët e sotme me stresorët e përditshëm dhe në ambientet që jetojnë preken të gjithë pa përjashtim. Duke filluar edhe që nga moshat që janë 9-18 vjeç, po për të cilat shërbimi psikiatrisë jepen në Tiranë, pasi ne në Vlorë jemi të gjithë për 18 vjeç e sipër, por fillon që nga moshat më të reja e deri në moshat më të mëdha. Muajt në vijim pritet që të sjellin një rritje të sëmundshmërisë mendore, kjo edhe për shkak të temperaturave që po rriten ndjeshëm.